Një operacion i zhvilluar nga policia e Vlorës ka çuar në goditje në një grupi të dyshuar kriminal i cili sipas hetimeve paraprake ishte përfshirë në veprimtari të palishme kundër personit dhe trafik narkotikash. Gjatë aksionit u arrestuan Florian Shala alias Florian Alliaj, Neritan Dali Paj alias Neritan Qejvanaj, Aleksandr Dula alias Aleksandr Thomaj alias Ilir Dula, Miço Beqaraj, Turi Aligjoni dhe Dritan Çelaj. Sipas policisë, ndërhyrja organizua pas informacioneve operative që tregonin se persona me precedent penal të lëviznin armatosur dhe përdornin automjete të blinduara. Mes të arrestuarve ndodhet edhe Aleksandr Dula i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane. Ai rezulton i dënuar nga gjykata e apelit të Lecces me 6 vjet e 8 muaj burg për trafik droge dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. Në të njëjtin operacion u vu në prangë edhe Turi Aligjoni, 55 vjeç, dhe Dritan Çelaj, 48 vjeç, të dy të shpallur në kërkim. Sipas hetuesve, Aligjoni dyshohet si autori plagosjes me armë zjarri të një 26 vjeçari në Vlorë më 7 qershor. Dy të arrestuarit akuzohen për veprat penale, plagosje rënd me dashje, mbajtja pa leje armëve, përkraja e autorit të krimit dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Gjatë kontrollit, policia sekuestroi 4 armë zjarri të markave Glock, Sig Sauer dhe Canik, municion luftarak, 7 telefona celular, 1.850 euro kesh dhe 3 automjete, 2 prej të cilave me targa të huaja. Një nga mjetet e bllokuara rezultoi i blinduar. Nga verifikimet paraprake ka rezultuar se automjeti BMW X5 i sekuestruar gjatë operacionit dyshohet se është përdorur nga Turi Aligjoni për të larguar nga vendi ngjarjes pas plagosjes së 26 vjeçarit, ngjarje regjistruar në Vlorë vetëm pak ditë më parë.